Mirëmëngjesi nga unë dhe Vanoti, po shkojmë te Kopshti, edhe po e mbajmë krah, në ko Biankën e kemi këtu, edhe ikim. Bianka në shkollë, Evani në Kopësht, dhe tani po vërdallojsem qik tek Savers, para se të shkoj te ajo syve, si jam shumë herët. Qanë po thoni kam përësitur në Amazon, mirë po, nuk e di, i kam pjesruar shumë këto kohë dhe i kam dëmtuar. Janë shumë të mira për të kapur flokët se që ka punë, po mendoja për në një lidhë se për Biankën. Po bënd se gjëra tani presim të më marri prap doktori tjetër. Tani më sollën lartë, jam të Specsavers, Mario gjithmonë i ka bërë tek Boots. Mirë po, nuk jam e sigur nëse ka Bootsi këtu afër. Nëse, po e bëj këtu, edhe më bën ato skan të syve, ku digjon qa than këta. Tani do bëjmë dhe vizitën tjetër, kështu që po pres radhën. Tollëm, edhe nuk kam nevojë për syze. Tani do shkoj te Lidl të blej një dy gjëra. Edhe pastaj besoj në shtëpi, nuk besoj se do pi kafe. Kam çik punë nesër, kështu që duhet të bëj përgatitje dhe gatimet sot. Edhe në shtëpi dhe shkoj të sistemojmë gjithë gjërat që mora. Që unë do blija 2 qese dhe do mbush edhe çantën time plot, nuk më shkoj mendja. Nëse. Të marrë këto gjëra që janë për në ngrirje njërë shpejt e shpejt. Kam marrë kështu milk lollies që janë i jepen edhe Evanit. Ja kam pas dhënë Biankës te Kopshti, kështu që prandaj mora nga këto. Po kërkoj kuj kam tjerë, se kam marrë 2 si këto më duket. Marrë 2 si këto, po do gjej ku kam tjetrën. Akullore, ishte kjo XL-ja e madhe dhe mora, do t'i ndaj. Këto janë mini, janë fix të vogla, fix për Biankën. Çdo gjë e kam marrë për kalamajt. Domethënë, nëse shikoni ëmbëlsira janë vetëm për kalamajt, nuk janë as për mua, as për Mario. Më shpresoj që Mario mos i hajse, nuk i dihet. Këto biskot akullore që janë të vogla. Kam marrë këto ice lolly, sepse presupozohet që do jetë shumë ngrohtë. Çfarë kam marrë tjetër? Kam marrë nga këto strawberry pouches. Këto janë të lezetshme, ja jap Biankës i marrë me vete, sidomos tani që është shumë nxehtë këtu. I marrë edhe banane, edhe nga këto me vete. Edhe nga një gjë e lezetshme, kosi freskët le të themi hajtmë. Kam marrë 2 pako si këto, se kush tjetër nuk e di, po do t'i gjej. Tani të vë këto të dyja në ngrirje, edhe vi me tjerat. Çfarë mora tjetër? Mora sushi vegetarian për vete. A mund ta bëj në shtëpi? Po, mundem. Kam nerva ta bëj, jo s'kam, kështu që yes. Prosciutto që t'i bëj Biankës në një sanduiç, se ka shumë të të thonë sanduiç, mora edhe kështu muffin. Muffin është kjo lloj buke, nuk është muffin ajo e ëmbla. Çfarë mora tjetër? Letër pjekje, po që janë individuale. Unë kam dhe ato që është si çarçafi madh, le të themi. Ja çfarë harrova të merja. S'ka gale. Mirë, po këto janë individuale dhe janë super të lezetshme, sepse e hap edhe është fiks me përmasën e tepsis time. Nga këto sepse dua të bëj muffin edhe besoj se janë okay, po që janë okay. Hajtmë, banane, patlıgjana, se i kishin bërë me 70 pence copën, edhe jo 1 pound. Cherry tomato, sepse në shtëpi toni han këtu si qershi. Prosciutto që unë të ha mëngjesin ose drekën ose darkën, nëse. Për mua, po edhe për Biankën, edhe kaq. Kastraveca, nga këto biskotat që të kem gjithmonë në vete dhe të gënjej kalamajt, se përdushe të nxjihet jeta dhe si këto. Shpjegim më të qartë, të kem gjithmonë me vete se të nxjihet jeta nga kalamajt, nuk kam. Kam marrë këtë, që presupozoj ta vë atje dhe të kem kapse. Unë mora më shumë për këtë koshin, një po dhe ca kapse të reja nuk më prishin punë. Tani ideja është që ta hap çikun këtë ta shoh si është. Më duket se kjo ishte 1 pound e 99, pas jam e bindur. Besoj se kjo është kolaps. Okej. Nice. Okej.
edhe ti e bën si e bën këtë. Kështu, edhe unë kam një qerë me kapse tjera, kështu që yes, më pëlqen kjo shumë. Ideja është që ti vjen nga pazari dhe është një lëmsh pastaj me gjëra. Mora qumshtin tim të preferuar oat milk, sepse e blem tek Tesco më duket, atë që është 1 litrosh, 1,5, mua më del për gjithë javën. Edhe bën 2 pound e ca, 2 pound e gjysmë më duket, nuk jam shumë e sigurt. Po aq bën dhe ai që është 1 litër tek Tesco. Këta çuditërisht këto, edhe i mora. Kam dëshirë të bëj një piknik të vogël kur të shtunën, edhe po mendoj që përveç se maftin e tjerë të bëj dhe si puna këtyre që kemi me vete. Kështu që duke qenë se i gjeta, i mora dhe kishin 2 pakot, të vë dhe këto në mblirje, ka marrë dhe mishpule, këto ka marrë tek Lidl. Pastaj tek Savers mora këto për tumble dryerin. Tumble dryeri tani po vjet në punë sepse është koha shumë e mirë jashtë, kështu që është gjynat vjet në punë. Çfarë mora tjetër? Këto kapset. Kaq mora. Kështu që kjo ishte i gjithë pazari im për sot. Tani duke qenë se unë nesër kam punë edhe kam ca punë për të bërë edhe nuk mundem dot të kem kohë që të gatuaj. Atëherë që të bëj, do gatuaj sot, edhe për sot, edhe për nesër. Tani, do bëj mishën e pulës, unë e zjej mishën e pulës edhe e derdh valën e parë, ka marrë vetëm kokë shpule, 2 si këto pakot, kështu që do t'i zjej të gjitha, do t'i derdh valën e parë, 2 nga ato do t'i mbaj më vete, do bëj një supë me mishë pule, pjesën e tjera do t'i bëj në furrë, edhe salat kam, muffin do bëj, kështu që kam shumë objektiva sot për të bërë, po sa do bëj, nuk e di. I çojmë këto në përvend edhe shkojmë në bëj. Unë ja heq gjithmonë në qesën këtyre kastravecave, sepse më duket sikur do i mbysi kjo qesja, apo do krijojnë lagështi brenda, apo nuk e di, por që yes, këtë bëj. Inshallah ti bëj një pyetje shumë thjeshtë, si quani pjesën e zorrëve? Okej, pyetja ishte kështu. Ti bëj një pyetje, si quani pjesën e farave? Unë e quaj zorr të kastravecit, tash nuk e di më thoni edhe juve. Ndoshta është weirdo, but
është ora 1:20. Po shpresoj që të mbaron të punë lavatriçes që thaja edhe rrobat, do mund t'i vija për jashta. Se kopshin nuk kam shumë gjitur, ndërkohë supa po vlon akoma sepse duhet të mos jetë kaq e ujshme. Mafi nuk bën dhe besoj se edhe kopshet e pulës janë bërë. Edhe unë jam që në orën 5 jam ngritur sot, sepse u zgjuar edhe në herët. Dhe që në orën 8 kam dalë nga shtëpia dhe është ora 1 dhe unë akoma nuk jam ullur. Jam ullur kur bëra të vizitën e syve. Edhe 2 minuta thot. Ndërkohë që unë kam mendjen gjithkohë tu tek sushi që mora. Edhe duhet ta hap se të marrë tani. Se pastaj po shpresoj që mos e zë gjumi edhe të pi një kafe. Nuk e di të hap të. Supa është bërë për dollë të bëjë tamam. U bën dhe duken yummy. Kjo është supa edhe ikat marçunin se jam shumë vonë. Mami, do të fles gjumë ti, kishte qarë pak. Po do të fleje, shoh që është i lodhur. Tani shpresoj shumë që mos ma zë gjumin karrocë. Edhe të shkoj të zë gjumin në shtëpi, që unë bëj një kafe, ta pi, edhe të merrem me ca video që më duhen edituar. Nejse. I marr syze gjithmonë dhe gjithmonë i vën kokë. A thua se janë dekor për kokën. Nejse. Çfarë po thoja ishte që sot kisha planifikuar të nxirja ca rroba në Vinted. Kisha shumë kohë që isha menduar këtë gjë. Mirë po, duke qenë se nesër kam punë, atëherë preferova që të bëj këto gjërat dhe gatimet që të kemi dhe për nesër. Për shembull, supa është supë sot. Nesër kemi mish, ule me sallatë, në qoftë se Mario nuk i ha të gjithë sot. Edhe kështu. Nga që e hëngra sushi në këmbë, edhe kështu shpejt, sigur më ka rënë në bark, edhe më rëndon. Sa këte është shumë vap. Shumë vap. Po është very nice. O quni mami. O quni. O zemra. A dhe jetë sa të bibelon më le mami, do mësoj si pa bibelonin. Pa bibeloni falc. Do gjumë ti mami. O shpirti mamit veti. O zemra, unë do vdes për sytë tu. O quni imi bukull. O zemra mamit. Do t'i haj mami ato këmbët e bukull aty. O shpirt. O zemra ime ti. Ka mami djell. Hajde shpejt, kalem rrugën. Shpejt. E vënin e zuri gjumi më në fund. Kam vën këtë bluzën time. Cardigan, sepse nuk e di ku e kam atë të shadow, atë që e kisha për hije. Më duket se kam tek makina e Marios, po s'jam e bindur. Edhe bubi ardhi nga shkolla. Let me see your hat, mami. Wow, you pretty pupulati, mamit. Yes, Evan is good. Avea këmba vogël. Bianca, can I say you are my sunshine? Yep. Avas, me ti avas. Avas Timet, can you say Avas Timet? I love you, Zemana. Bianca, you know something, love? I have more of these at home, and I have ice cream. Wow. And milk. Ice lolly. Give me this. Don't touch it, you Billy. Lolly. But it's milk, ice lolly. Yeah. Orange ice lolly. Okay. Bravo, Eva, çaj milkësie. Sorts of things. All sorts of things, only for you. Bërtiti, Bianca, bërtiti, deri sa e mori ice creamin. Hajde, mami. Press the button. What did you say, mommy? Are you happy now? Next time, if you cry, you're not gonna get anything, okay? Okay. Hajde, mami. Run.
lagje. is vinegar vlog. Aha. And I got a caravan. Wow. Bianca ka një karavan. Me Sylvania family. Hajde ikim shtë Bianca në shkollë. No worries. I know we mentioned to come after 9, but Yeah, I think they got it wrong. This. Sorry, yeah. Right, lovely. Where are we going? it's up in the Upstairs, in the loft. Okay. So Have you got a loft ladder? yes, we do. Okay. So it's right, Yeah. the one that is open, and then I believe you will have the stairs down. Okay. The ladder, not stairs. Sorry. Okay, I'll see it. Yeah, thank you. Okay. For anything, just let me know. Yeah, will do. Excuse me, Yes. can you just turn on the heating, please? Yes, the heating on. Yeah. Le. Kush kon ti ma? Ha ma kush kon? Kush kon ti? Ha? Kush kon ti ma? Daddy, check who it is. Evan, ku po shkon ti? Ku po shkon ti ma? Ta pojnë piknik ne te ky fshati I bukur. Jemi Tilford, quhet ky fshati, është shumë I lezetshëm. Erdhëm për të parë për Biancën këtu. Kemi dëshirë t'i bëjmë festën e ditëlindjes, edhe erdhëm për të parë çik atë venue-n, vendin. Mirë, po na pëlqen shumë edhe vendi. Këtu kemi edhe një lum, edhe është shumë bukur. Kështu që po na pëlqyen dhe po caktuam dhe gjëra të tjera, atëherë ndoshta e prenotojmë dhe I bie të jetë ky vendi këtu. Këtu. Është nice. Tata, Evan, co po bëmë mami? Ke ftohti mami, të vesi mami xhupin ty? Se si piccili. O Evan, shkoj te bari. O byçi. Evan. E më doli alergji nga ajo të gliva. Evan. Te kaj pabi atje, këtu. Ka ikur Mario të më marri një kafe mua dhe vetes, ndërkohë që unë kam bërë ca muffin edhe kaq. Mendova se do kishte ndonjë gjë tjetër në fakt, me thënë drejtën, sepse po mendoja që të merrnim edhe kos për kalamajt. Mirë, po nuk ka dyqan tu, s'ka market. Nejse, neve erdhëm për atë qëllimin ton, kështu që it's okay. Tani sa më bëra një foto Mari dhe I kisha këmbët kështu sparkat, vërtet formë kështu 90 gradë. Kafje, hazemer. Ishte ajo goca atje dhe I ka shumë, oh, so nice, Bianca. Ja, but it's freezing out here. Kush e tha Bianca? God's Mommy, it's Hasn't. freezing out here. You want this, mommy? You want to put this on? You want the sparkly one? You want to take off your sandals? I ke akullore ti, pa ha akullore? Akullore? Ha me mami e bi. Dhe kullit për.
No, my mama, come home. Come on, go take the ball from daddy. Hajde. Qa ka mole? Do t'qic ti? Hajde. Cheese! Nësë të lënë morri a madhe, për të vide morri vogël. Bianca, ti Mario, do ndim? Do ndim ti? Ai ta ngull me dhëmbe, vetëm ajo që ditë bëj tash është ta ngullim ato dhëmbët që ka. Do ndim apo je okay? Oh Bianca, why you put your hands in daddy's mouth, my mommy? Oh, it's gone. Oh no. Vera po bën detyrën. Këtu është një nga vendet më të lezetshme që më ardhur ndonjëherë. Aty po lozin kriket. Tu që nga një vend shumë i bukur. Quhet Tilworth, është afër Farnham. Sinqerisht, shumë lezetshëm. Ura e vogël atje. Familja këtu. Edhe jeshilla kudo, ai pavi atje. Hey, vole, jo te goja. No. Nuk vurgje, jo, tani po ve. Who gets the champion? Who gets the champion? Evan, No, you got the champion. në sfond me kriketin, ku se Evani eksplorim. Edhe Bianca që Dhe Bianca që se lera atë fare. jo vare po zero. Evan! No, Bobby, lead. No, let it, Bobby. Okay, what do you want to say together? Picnic? No, we already did that. We're gonna say something. What? Mommy, Azamar. and both sizes. What? Both sizes. Both titles? Sizes. Both sizes, yes. So, what should we say now? We could say, wonderful picnic. 1, 2, 3. Wonderful picnic. Wait. Now? Huh? Have a great weekend. Have a great weekend. Mommy, we're gonna play Super Fairy. Okay, go play with daddy. Edhe kot u shtrua kjo. Nuk ti graso, Bobby. Po bëj di çka ka bërë. Ha, kam fut dhe lule. Këtu i qenë ka jashtë mase shumë bukur dhe atje futen edhe fëmijët që mund të futen në këmbët, sepse është sekët. Këtu ka një qik rër, edhe është vërtet bukur. E vërtet po knaqemi. Ua, pas ka zuqt e veta jo atje. Ua, prit. Ua. Hey. Ha, mama. You wanna see, mommy? Look. Ha. Pa barisht djali u knaq. Bianca po bën sparkatën atje. Ky është supermarketi im i preferuar, Home Bargains, dhe unë kam më shumë se një vit që nuk kam ardhur këtu. Kështu që let's go. Evan është në gjumë. Sa të ndaj që janë këto patat poshtë, Mario? Look, Mommy, is it duck? Yeah. Ditë e bukur sot, po tani nga mbasditja është orë 4 ca. 4:30, na ka kapur një dhimbje koke si mos i marri që vdiqëm. Nejse. Tek Home Bargains. Home Bargains është një nga dyqanet e mia të preferuara. Më pëlqen shumë dhe kisha pothuajse një vit që nuk shkoja. Nejse. Unë shkova për të marrë një gjë nga ato që janë si tip pellushi, tip shtrese, for që është si tip pleshi, nuk e di dia lëndoshta një foto këtu. E doja ngjyrë të bardha, atje kishte ngjyrë gri, gjë që s'më pëlqeu.
Edhe për këtë arsye nuk e mora. Nejse. Normalisht nga Home Bargains do dalësh me shumë gjëra. Tashi un po I laj këtu gjërat që mora sepse Mario kishte birra tek qesja Home Bargains dhe I ra nga dora. Njëra shpëtoi, të tjerat u thyen. Do ju tregoj që unë mora këtë nga ky body cream glow, ka tip xixash brenda. Më pëlqeu shumë aroma, kishin në një dy, po që mos më pëlqyen aromat atyre të tjerave me thënë drejtën. Aroma e kësaj më pëlqeu, nuk është nga ato aromat gjithë sheqer, se unë kam shumë inat ato aromat super të ëmbla, nga që është tundur kjo ka ikur te kapaku dhe unë kam shumë bezdik të pjesën kur është në kapak. Keni parasysh ato janë ca aroma sikur ke vën sikur ke vën sheqer. Ato mua nuk më pëlqejnë, mirë po yes. Kjo është një aromë, çfarë ishte kjo? Pinklish e Crystal Waters. Ka një aromë të lezetshme. Kjo ishte 2 ECA dhe dhe çmimi origjinal ishte diku tek 16 pound. Tani sepse është 16 pound nuk e di, ndoshta është në një film shumë I njohur që unë nuk marr vesh, se mua më ka ngel sahati në rinin time, le të themi. Dhe edhe kështu, mirë po, okej, nuk ka glow, kjo ishte ajo tjetra që ishte me kokose, mango, kështu ajo kishte shumë shkëlqim, mirë po, ta marrë e mira, shumë aromë kështu, sikur tërheq mizat ajo, nejse, kjo është më shumë sidomos në verë që ta bësh mbas plazhit, njerë një kohë I bëja unë, po tani, nuk e di. Morë një shishe ujë Mario, këto të sistemit janë goxha të mirë, edhe prit tani se Mario do e ketë bezdi të pi me këtë, po Mario e mori. Kështu që it's fine. Okej, hamëse se shkeq. Edhe yes, një shishe si kjo. Ka marrë vaj me 50%, që të përdori më pak krem dhe më shumë vaj. Ishtë laj. Ka marrë 4 sot, I mora që tani, në moment që do vi vera do mbaroj ajo, një scrub për fytyrën që thot exfoliating facial scrub, nuk kisha, kështu që mora një super të lirë, goggles për Biancën që I zgjodhi vet, edhe këto kapse që unë zal asnjëherë nga Home Bargains pa marrë si këto, më pëlqejnë shumë ka flokët këtu dhe këtu. Gjë tjetër çfarë marrëm nga këto cranberry dried sepse dua të bëj mati. Morëm 2 qeska nga këto chestnuts, njërën në hëngrëm rrugës sepse I kam shumë qef, unë tjetrën e kam këtu. Morëm ca lodra për banjë që I deshi Bianca, I deshi Evan, edhe birra që u thyen, I ka.